1489,95 cent. Ua. O njerëz, nuk ka rëndësi restorani në cilin e bëni dasmë. Për kurreshje ko me telefonu edhe një restoran tjetër me e pa qysh janë çmimet për dasma. Sa kushton pjata për dasma edhe a keni terminet lira? Me nyt fillojnë prej 30 deri në 75. Po çmimet shkojnë prej 19 euro për pjetë. Vaktësisht për modelet e materialit, mund të shmë nashën në Instagram edhe knapojnë përgjigje. Po i ofrohemi verës, stinës së dasmave. Dasma është ceremoni martesore. E martesa është kurorëzimi i dashurisë dhe gurthemeli i familjes. Çka po ndodh në shoqërinë tonë për të realizuar një dasmë? Në vend që çiftet të përgatiten në aspektin emocional, mendor dhe të përgjegjësisë për të hyrë në martesë, ata bëjnë planifikime për të bërë një dasmë sa më luksoze që kamulon të gjithëve përshtypje. Trendi i dasmave luksoze fatkeqësisht është bërë virus në shoqërinë tonë. Aq shumë është rrit ndoshta kompleksi për të bërë një dasmë të mirë e më të mirë, për të bërë shpenzime shumë të mëdha, sa ndoshta njerëzve ju duhet me vjet me punu derisa t'i mbulojnë ato shpenzime. Më besoni që ka raste kur çiftet fatkeqësisht janë nda akoma pa i mbuluar shpenzimet e martesës. Mundet me u duk absurditet, po këto shpenzime ndikojnë drejt për drejt në ekonominë familjare të çifteve. E faktori ekonomik shpesh herë është nxitësi kryesor ndoshta i problemeve që mund të kenë çifti me njëri tjetrin. Prandaj, shpenzoni me modesti, mos jepni shumë rëndësi luksit kur realizoni dasmën tuaj, po mundohuni të vendosni një gurthemel të qëndrueshëm të familjes suaj. O njerëz, nuk ka rëndësi restorani në cilin e bëni dasmën. E aq më pak çmimi i fustanit të nusrisë ose qysh po dokësh kur të martohesh. Ajo që ka rëndësi është maturia, dashuria edhe përgatitja e vetës për të hyrë në marrëdhënie martesore me dikë tjetër. Mos bini prej e trendit për të bërë dasëm luksoze e për të shpenzuar pa nevojë. Bëni dasma modeste, mbushni zemrën me dashuri, mundohuni në baza të shëndosha të ndërtoni marrëdhëniet me njëri tjetrin. Sa për kuriozitet, kisha dashur me i bë do telefonata me pa sa janë çmimet të fustanave të nusrisë edhe sa mund të kushtoj një pjatë në një restorant për ta bërë dikush një dasmë. Duke qenë se vetë jam e Vitis, po fokusona në regionin e Anamoravës. Po e thras një restoran që gjendet në mes të Ferizajt edhe Vitis. Të shoh sa është pjata për mu realizu aty një dasmë. Nëse më përgjigje natyrisht. Allo, përshëndetje. Dashta më ju pyet sa kushton pjata për dasma edhe a keni terminet lira? Që në periudhën ndërëm. Për gusht? Që të vetë apo pritin dashëm. Këtë vet. Sa persona? Ka 20 dikun, nuk ka nashta shumë rëndësi se kishim mujt me planifiku. Me në persona që varësisht për salët, me shisu se 6 salët. Po pa 400 veta, 300, zbohat nashta një dasëm e mirë? Me 300 veta? Ok. Me një fillojnë të trasë edhe me dekar. Dhere 75 e kitë, ma qëtojnë. Prej 30 deri në 75 euro. 30 është me dekar, dhe më thonë, me fishtë. E qartë. E nëse bëjmë 200 veta? Periudhë të zonës, minimumi personave 250. Minimumi personave 250. Edhe çmimi është prapë prej 30 deri në 75. Me një të fillojnë, prej 30 deri në 75. Po, e qartë. Dhe më thotë, te përshinja dhe pjesë nuk dekojt, në mënë. Në rregull, faleminderit shumë. 30 deri në 75 euro për person. Nëse dikush i fton 300 mysafir, 9.000 euro veç pjata. Tash imagjinone pjesën tjetër të shpenzimeve që munden me u bë. Të shohim tash kësaj nusës që e vendos me bë dasmën aty sa mundet mi kushtu fustani. Tash po thrasim te një butik që është kogja i njohur për fustanat të nusërisë, ose të paktën mu që më ka ra me ndëgju këtë temën. Të shohim a kemi fatin me na u përgjigj. Tash po thrasim një dyqan me fustanat nusërisë. Të shohim qysh sillen çmimet. Alo. Allo, përshëndetje. Përshëndetje. A kom thirrë në një dyqan të fustaneve? Po, urdhane. I pash do fustana shumë të bukur në faqe
të ju, e dashta më pyet çu sillen çmimet për vella? Varsisht për modelet e materialit, mund shumë na shënon në Instagram edhe japim përgjigje. Në rregull, mundem një kështu më jep një orientim të përgjithshëm a ju? Jo, për shumicën prej vellave i keni edhe në website. Po në website i pash në website disa, po thash mos po ma jep një afërsisht në çmim që të di a ka mundësi me porositë jo ajo. Për cilën vellë më saktë, se nuk është që kanë çmimet e njëjta. Dërgonaj foton saktë, cilin do ta japim çmimin e saktë për çat vellë. Në rregull. Do ta japim në çmim të përgjithshëm. Okej. Veç paraprakisht, cili është çmimi më i ulët i vellës që e keni aty? Nuk e di saktë cili është. Ka varet. Afërsisht çu sillet? Nuk është shumë më të jap vlera, dërgonaj vellën ta tregoj çmimin, ta tregoj se sa është çmimi tjetër. E qartë, faleminderit. Ka përshtatja. Nuk dhën çmime, po në anën tjetër të shohim në website çmimet e fustanave, edhe pse janë jashtëzakonisht bukur, po megjithatë 1.100 euro një fustan, 845 euro një tjetër, 946,95 një tjetër, 450 ka një pak më i lirë, 1.489,95 cent, 946 euro, 1.300 euro, 1.489,95 cent, a mundeni me imagjinu që këto fustana janë në qytetin e Ferizajt. E të dashur shikues, ka shumë njerëz, sigurisht kanë shumë punë, përderisa ka aq shumë fustana të ekspozuar në faqen e Instagramit. Tash imagjinoni se sa para mundet me shpenzu dikush, edhe prap ankohemi që në aspektin ekonomik nuk po qëndroj mirë. Për kurreshtje ka me telefonu edhe një restoran tjetër me e pa qysh janë çmimet për dasma. Kësaj herën viti, ndërkohë mund kujtohet kur kam qenë fëmijë, mënyra se çysh i kemi bë dasmat. Sa kanë qenë kënaqësi, kanë marrë pjesë krejt fëmijët e fshatit në një dasëm. Jo vetë fshatit, po të krejt farefisit. Tash dasmat bëhen me ka 2, 3, 4 njerëz prej një familjes, gjithçka duket shumë zyrtare, shumë formalitet, edhe nuk po besoj që mundet me met gjatë në kujtimet e njerëzve. Ti provojmë edhe një herë me i telefonu, me sa duket nxon, edhe s'po përgjigjen. Allo, përshëndetje. Përshëndetje. Dashta më ju pyet çysh janë çmimet e menys për dasma këtë vit? Çfarë do të më falë, afërsisht? Ka 20 gushti dikon. 20 gushti. Kanë gjesh dasmë? Dasm. A dallojnë çmimet e? Po, patjetër. Pse? A është mënyra e njëjtë? Jo, s'është edhe mënyra s'është e njëjtë. Gjinia femrore për shembull nuk konsumojnë alkool zakonisht, edhe kanë mënyrën pa alkool. Me alkool është më shtrejt. Po, gjithmonë 1 euro diferenca. E qartë. E sa është mënyra? Po çmimet shkojnë prej 19 euro për pjetë. Prej 90 euro për pjetë. Okej. A ka rëndësi numri i musafirëve, çështu sillen pavarësisht numrit të musafirëve? I kemi 3 salla, nuk ka problem, koordinome. Se cila salla ka numrin e ndryshëm të pranimit të musafirëve. Për shembull, është prej 100 deri në 200 musafir, dojti 2 është prej 250 deri në 450 musafir, dojti 1 është prej 200 deri në 350. Edhe kështu që koordinome, nuk ka problem. Për që të data nuk ka forceloshe. Okej, faleminderit shumë. Hiç pa problem. Ky restoran pak më i lirë. Nashta për faktin që ishte në një fshat të Vitis, e menyja pak më, po megjithatë 20 euro për person prap, ka gjashtë shtrejt. Edhe dallojke çmimi me alkool pa alkool. Domethënë gratë paska diçka që po shpenzoj kanë dikun më pak. Se për ndryshe fustanet, kpucet, frizerja për cilën shpenzojnë gratë janë çmime marramendse. Ndërkohë veshjet e burrave sigurisht që janë shumë më të lira. Kisha pas qef me gjetë në i dyqan edhe me kontaktu, po duke qenë që nuk jam shumë rrjedha, nuk po mirë në heq me këtë çështje. Kushdo që martohet, Zoti i dhasht shëndet, jetë të gjatë, bashkëshortore, të lumtur edhe shumë dashni.